Teksa perandoria osmane ishte në ditët e saj të mbrame, bullgarët, malazezët, serbët dhe grekët, të bashkuar në lidhjen ballkanike, filluan ofensivën ushtarake kundër portës së lartë më 8 tetor 1912. Nisi kështu lufta e parë ballkanike. Shqipëria nuk ishte pjesë e lidhjes kundër perandorisë osmane, por kryengritjet për autonomi kishin nisur më herët dhe shpërthimi i luftës i bindi eksponentët e çështjes kombëtare se shpallja e pavarësisë ishte një nevojë e ngutshme. Zhvillimi i luftës në Ballkan i trazoi interesat e superfuqive europiane, Italisë dhe Austro-Hungarisë, pasi Shqipëria ishte pikë strategjike e përfitimit nga të dyja shtetet dhe për këtë arsye nuk do të negocionin për dorëzimin e Shkodrës dhe të ishullit të Sazanit. Megjithatë, kjo luftë u pasua me konflikte të reja në Ballkan dhe Shqipëria u gjen mes pazareve mbi territorin etnik. Më 30 maj 1913 u mbajt konferenca ambasadorëve në Londër, ku u nënshkrua traktati i paqes, në bazë të të cilit perandoria osmane detyrohej të ishte dorë nga të drejtat sovrane mbi Shqipërinë, pasi 6 fuqitë e mëdha do të merreshin me çështjen e statusit të organizimit të brendshëm, si dhe me përcaktimin e kufive. Traktati i Londrës për herë të parë njohu de jure shtetin e pavarur shqiptar ndërkombëtarisht, edhe pse nuk e shmangu coptimin territorial.